përmirësojnë marrëdhëniet midis tyre në mënyrë që të shohin një proces normal të integrimit në Bashkimin Evropian. E kjo mund të arrihet vetëm nëpërmjet dialogut i cili është duke u zhvilluar ndërmjet këtyre dy shteteve. Kështu është thënë në konferencën e 4 ndërkombëtare pan-evropiane të mbajtur në Prishtinë. Aty është bërë ditur se Komisioni Evropian është i interesuar që procesi i dialogut të vizave deri në fund të vitit të japë edhe rezultatet e para. Përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është kush për integrimin e këtyre dy shteteve për në Bashkimin Evropian. Ky vlerësim është dhënë në konferencën e 4 ndërkombëtare pan-evropiane, në të cilën merrin pjesë përfaqësues nga vende të ndryshme. Eurodeputati gjerman Dan Posselt u ka kërkuar institucioneve të vendit se kanë edhe shumë punë për të bërë gjatë rrugës së tyre drejt BE-s, por ai e ka konsideruar si lajm të mirë nisjen e dialogut për viza, i cili sipas tij mund të përfundojë deri në fund të këtij viti. Raporti për Kosovën mendoj se do të jap rezultatet pozitive Kosovës. Janë disa pika në raport të cilat mendoj se janë të rëndësishme. E njëra ndër pikat është edhe regjimi i vizave. Një takim kam pasur 2 ditë me Stefan Fülen. Ai dëshiron ta shtyjë këtë çështje përpara dhe me mundësinë që negociatat të kenë sukses deri në fund të vitit. Ndër mysafirët e huaj dhe vendës merrte pjesë edhe ish-ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, i cili ka thënë se Kosova dhe Serbia duhet të përmirësojnë marrëdhënien ndërmjet vete, por një gjë e tillë është në duart të Brukselit. Serbisi është në qartë nga ana e BE-s se duhet të përmirësojë marrëdhëniet me Kosovën para se të integrohet. E kjo nuk varet direkt nga Prishtina e Beogradi, por zgjidhja është Brukseli. E Ardian Aripa nga Kipredi ka thënë se Kosova nuk e ka të qartë rrugtimin drejt BE-s. Nuk e dim se si do të mbrim atje. Nëse do të mbrim atje. Kjo është sfida kryesore me cilën ballafaqohet Kosova sot për shatanë. Konferenca ndërkombëtare pan-evropiane organizohet për herë të katërt dhe në të marrin pjesë përfaqësues nga Gjermania, Austria, Zvicra, Kroacia, Bullgaria, Bosnia-Hercegovina dhe Maqedonia. Kosova dhe